Amber, ne kemi hapur një sondazh, nuk e di nëse e mbani mend që e përmenda në fillim, një sondazh ku ju duhet të votonit në webin e Top Channelit me pyetje nëse të martën do të ishte finalja, kush do ishte fituesi në këtë pikë, edhe del në vendin e parë Gjesi, pastaj Gerta, Rozana dhe Laerta. Laerti. Gjesi me 49% për pikë 34%, do me thënë fitues i pa diskutueshëm në këtë pikë. Gerta e dyta me 30%. Rozana gati 11%, edhe Laerti, së bashku me Valbonën, sepse ata janë një banor i vetëm, 3.23%. Interesante? Ndonjë koment? Po është e pritshme, ne i dim shumicat e komenteve, por nuk duhet të harrojmë kur diçka, që unë e kam thënë edhe vitin e kaluar në fan club. Komentuesit e rrjeteve sociale nuk janë gjithmonë ato që votojnë me celular. Mendoj që në fund të këtij edicioni publiku ulet dhe bën një analizë pak më të gjerë se kush i meriton 100.000 euro. Ti ke një emër se kush do ta fitonte sot? Nëse ata që i kanë dhënë Gjestit fitoren janë ata komentuesit e TikTokut, sepse Gjesti është fituesi i kamerave, është gjatë gjithë kohës te kamera, që aty nuk lejohet të jesh gjatë gjithë kohës dhe të flasësh me kamerat. Aty ka lojtar që kanë më themel, ka lojtar që janë më të arsyetueshëm në lojën që kanë bërë dhe që kanë më shumë argumenta se Gjesti. Që do të thotë, në qoftë se Gjesti të jepet ky edicion, për mua do të ishte fatal.